محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falëndërimet I takojnë vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të madhëruar, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi alayhis salam është I dërguari I Tij I fundit tek krijesat. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, mos harroni se fjala më e vërtetë është fjala e Allahut të madhëruar, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi të dërguarit ton të fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam. E punët më të këqija dhe më të urrëtura të krijuesi janë sajimet në fe. Ai cili sajon diçka në fen ton, ajo konsiderohet bidat. Dhe bidati e çon njeriu në humbje dhe humbja përfundon në zjarr, ruana Zot prej tij. Të nderuar vëllezër besimtar, padyshim se të gjithë besimtarët musliman kudo që janë në rrezullin toksor, në lindje apo perëndim, në veri apo në jug, kanë filluar përgatitjet e tyre madhështore për sezonën të cilën na e ka dhënë Allahu Teala, për sezonën në të cilën kemi hyrë, për sezonën e haxhit. Dhe besimtarët musliman, ata të cilët I kanë mundësitë materiale dhe ata të cilët janë të shëndosh psikikisht edhe fizikisht, dhe ata të cilët janë të lirë, nuk janë të robruar apo të okupuar, po përgatiten që t'i përgjigjen thirrjes ftesës Allahut dhe të shkojnë në vendet e shenjta në Mekë dhe në Medinë për ta kryer haxhin. Në fakt, haxhi është në kohë të caktuar, dhe koha e caktuar e haxhit fillon menjëherë pas Ramazanit, edhe përfundon në muajin e fundit kalendarit hijrik, në muajin 12, në muajin Dhulhijja. Për ata dhe Allahu Teala e përmend Kur'an edhe thot el hajju ashhurun ma'lumat, haxhi është në kohë, haxhi është në muaj të caktuar. Pasi që jemi në këta muaj të caktuar, të cilët I ka caktuar Allahu Teala, dhe këta muaj janë me disa ditë të numëruara, ato po ecin shpejt. Për ata haxhilerët dhe ata që kanë vendosur të marrin këtë rrugë kanë filluar përgatitjet e tyre për t'ju përgjigj ftesës Allahu xhalla shanuhu. Sigurisht edhe koha tash ka përfunduar, edhe nuk kemi më kohë të paraqitemi për të shkuar në haxh. Mirë po kemi kohë të këshillojmë haxhilerët, ata që kanë marrë këtë rrugë dhe do të shkojnë atje, por edhe ata të cilët do të shkojnë në vitet në vijim, me disa këshilla, me disa udhëzime të cilat ai ka dhënë I dashuri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me mësimet hyjnore të cilat na I ka dhënë krijuesi ynë Allahu fuqiplot. Dhe qëllimi I haxhilerëve të cilët shkojnë në haxh është që të dëshmojnë se ibadetin, adhurimin e tyre me përkushtim të plot e bëjnë vetëm për Allahun xhalla shanuhu. Dëshmojnë tauhidin, njëshmërinë e Allahut duke qenë në ato vende të shenjta,
siç e dëshmojmë ne se nuk bojmë ibadet, nuk bojmë adhurim për dikon tjetër, vetëm për Allahun e madhruar. Për ata Allahu na thot: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj, namazim, kurbanim, sakrifica ime, jeta ime, vdekja ime, janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Me këtë jam i udhëruar dhe nuk i bëj shok krijuesit, dhe unë jam i pari prej besimtarve të cilët i dorëzohem urdhnit të Allahu xhalla shanuhu. Po ashtu Allahu xhalla shanuhu i ka udhëzuar edhe pejgamberët e mëhershëm. E ka udhëzuar edhe pejgamberin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, që të mos i bëjnë shok krijuesit, që të mos i bëjnë ortak, që të mos i bëjnë rival krijuesit. Dhe Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thot: "Wa idh bawa'na li Ibrahima makan al-bayt an la tushrika bi shay'a." Por kujtoje kur ne e udhëzuam Ibrahimin për në vendin e shtëpisë së shejt, për në Qabe, të mos me përshkruaj mua shok, thot Allahu xhalla shanuhu. Pra babën e profetëve, babën e pejgamberëve Ibrahimin alayhi salatu wassalam, dhe pastaj bitë e tij Ismailin dhe Ishakun alayhim assalam, po dhe pejgamber tjerë, të cilët kanë ardhur njëri pas tjetrit, po dhe pejgamberin ton Allahu xhalla shanuhu e ka urdhëruar që të mos i bojnë shok, të mos i bojnë rival Allahut krijuesit ton subhanahu wa taala. Shkubja në hax, përveç që manifeston apo e tregon njëshmërinë e Allahut, se në hax nuk shkohet për diçka tjetër, absolutisht. Njeriu nuk e merr atë rrugë, atë lodhje, atë mundim, atë vështirësi dhe ato harxhime materiale për diçka tjetër, vetëm për me dëshmue se Allahun e ka Zot të vetëm dhe për të e kryen edhe haxhin. Po ashtu në këtë rrugë, haxhilerët e dëshmojnë edhe sinqeritetin, ikhlasin e tyre, sepse çdo punë që e bëjmë bëhet me sinqeritet, dhe punët pa sinqeritet, pa ikhlas, nuk janë të pranuar tek Krijuesi i gjithësisë. Për ata Allahu Taala në Kur'anin fisnik thot: "Ela lillahi dinul khalis." Vani re, keni kujdes se adhurimi i sinqert bëhet vetëm për Allahun xhalla shanu. Pra keni kujdes se adhurimi i sinqert nuk i bëhet dikujt tjetër, por adhurimi i sinqert i bëhet vetëm krijuesit ton Allahu xhalla shanuhu. Po ashtu Allahu Taala në Kur'anin fisnik thot: "Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din." Thuaj, unë jam i urdhëruar të adhuroj Allahun, të jem prej të sinqertëve në adhurimin ndaj tij. Pra jemi të urdhëruar të adhurojmë Allahun dhe të jem prej të sinqertëve duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Që do të thotë se njeriu nuk ka mundësi ndonjë ibadet, qoftë haxhi, qoftë namazi, agjerimi, lmosha, sadakaja, apo diçka tjetër të bëhet në emër të dikujt tjetër. Krejt këto të drejtën ekskluzive për këto ibadete ka Allahu xhalla shanuhu. Nëse dikush i bën ndonjërin prej këtyre adhurimeve, edhe adhurimeve tjera, dhe ka ndonjë qëllim tjetër jashtë kënaqësisë Allahut, ajo punë e tina, edhe pse ndoshta e mundimshme, e lodhshme, nuk i pranohet. Që do të thotë se haxhilerët kur shkojnë në vendet e shejta, atje lodhen, raskapiten, plohnosen, ndoshta edhe mërziten për familjar, për vendin e tyre. Dhe këtë ky mundim që e kanë, nëse nuk është bo ekskluzivisht për Allahun e madhruar, nuk pranohet tek Allahu. Nëse dikush shkon për ndonjë qëllim tjetër, që ta thrasin me ndonjë emën, apo që ta qet ndonjë kapuç në kokë, ndonjë kapel, apo që të ketë ndonjë vend shoqëri apo në familje, apo të gëzon ndonjë autoritet apo famë, atëherë haxhi i tij është i kontestuar. Haxhi i tij sigurisht edhe nuk do të jetë i pranuar. Po ashtu, shkumja në haxh do të thotë të përfillen udhëzimet profetike të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Haxhin ne e kryjmë ashtu siç na ka mësuar dërgumi i Allahut dhe ka thonë: "Khudhu anni manasikakum." Merrni nga unë dispozitat e haxhit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Merrni nga unë mësimet, udhëzimet për haxh. Dhe kush do të bën ndonjë veprim jashtë udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet tek Allahu xhalla shanuhu. Po ashtu besimtarët haxhiler që shkojnë në përvene të shenjta
dhe i përgjigjen ftesës Allahut, dëshirojnë me këtë veprim, me këtë ibadet, që të bëhen më të mirë, të bëhen më të devotshëm, të furnizohen, dhe furnizimi më i mirë është devotshmëria. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, thot Allahu, dhe furnizohuni në këtë rrugtim. Pra kur shkoni në haxh, furnizohuni. Me çfarë furnizimi? Njerëzit mendojnë si të flitet tek furnizimi, mendojnë në pare, mendojnë në rroba, mendojnë në ushqime. Jo. Allahu po thot fa inna khayra zadi taqwa, e furnizimi më i mirë për haxhilerët është takvallahu, devotshmëria, që do të thotë qëllimi i haxhit është që haxhilerët tonë, përveç që e promovojnë njëshmërinë e Allahut dhe e shfaqin sinqeritetin e ikhlasin dhe e pasojnë traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është qëllim tjetër që të bëhen më të mirë, të bëhen më të devotshëm. Për ata haxhilerët atje tonkohen i lagun gjuhët e tyre me dhikr, duke përmend Allahun, me dua, duke e lut Allahun, duke i thënë Allahut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. E thon këtë natën edhe ditën. E thon këto duke ngranë, duke pije, duke ecë, duke pushuar, përveç kohës kur janë në gjumë. Pra të përgjigjemi, o Allahu jon, të përgjigjemi. Labbaik la sharika lak labbaik, të përgjigjemi ty o Zot, që nuk ka tjetër sikur ti, nuk ka krijues tjetër sikur ti. Pra i përgjigjen Allah subhanahu wa ta'ala në kohën më të mirë dhe në vendet më të mira. Allah na boft neve dhe juve që i përgjigjemi kësaj ftesës e Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, haxhilerët tonë duhet të kenë parasysh gjatë qëndrimit në vendet e shenjta, përveç namazit, përveç dhikrit, përveç duave, duhet të lexojnë Kur'an, sepse është kohë e përshtatshme. Duhet të sillen rreth Qabës, të bojnë tavaf sa më shumë. Duhet të ndihmojnë nevojtarët, ata të cilët kanë mbet pa përkujdesje nëse në ato vende ka të atill, dhe duhet ta promovojnë edukatën e tyre, ta shprehin kulturën e tyre, civilizimin e tyre dhe traditën e tyre të ndryshme prej vendeve ka ata shkojnë atje. Sepse është interesant o vllazën besimtar, në ato vende të vogla, Mekë dhe Medine, për këtë kohë të shkurtër, për një muaj të tërë atje sa qëndrojnë, janë me miliona haxhilerë. Por të ishin miliona haxhilerë një vendi kishen letë organizimi i tyre, menaxhimi i tyre. Por këta miliona vinë edhe prej Amerikës Latine, vinë edhe prej Amerikës së Mesme apo Veriore, vinë prej Zelandës, Australisë apo Rusisë, vinë edhe prej Kosovës, prej Anglisë, prej vendeve të Evropës, vinë prej të gjitha pjesëve të botës. Dhe thuj se nuk ka gati shtet në botë që se ka ndonjë haxhi atje një farforme si përfaqësues i atij vendi, atij shteti në atë kongresin e madh të muslimanëve të cilët të bohen në kohë të caktuar dhe në vend të caktuar. Andaj haxhilerët janë në vende të sigurta. Mekka dhe Medina janë vende të sigurta. Qëndrimi në Mekë ju jep siguri, ju jep garanci se Allah thotë wa man dakhalahu kana amina. Kush hyn aty në Mekë, ajo është e sigurt. Ajo është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pse ju e dini se ka njerëz, ka ndoshta ideologë të cilët atje mundohen ta rregullojnë stabilitetin e atij vendi. Haxhi nuk është fushat elektorale, haxhi nuk është fushat politike, haxhi nuk është mejdan i hakmarrjeve ndaj atij populli apo ndaj atij vendi. Mekka dhe Medina, edhe pse menaxhohet nga Mbretëria e Arabisë Saudite, janë vende të muslimanëve. Dhe të gjithë kemi hise në Mekë dhe në Medinë. Për ata dhe Allahu xhallashanuhu na ka obliguar neve që haxhin ta kryejmë në Mekë. Edhe Qabën e ka bën në atë vend, që do të thotë, pa marrë parasysh kush e menaxhon atë shtet, edhe atë vend, ato dy vende duhet të jenë të sigurta për neve dhe ne do të me pas kujdes mos me bosh rregullime në ato vende apo mos me bën gatresa apo zënk apo diçka të ngjajshme. Po ashtu haxhi nuk kryhet si duhet nëse haxhilerët tonë, këta që shkojnë ato vende nuk përkatiten si duhet. Duhet me mësu dispozita, duhet me mësu rregullat e haxhit. Po ne nuk po i dim, dikush mundet me thonë, po atëherë do të me i pyet ata që din, se Allah thot, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyeteni ata që i din për ato që ju nuk i dini. Andaj, një përkatitje tjetër është edhe dia,
që duhet të mësojnë rreth dispozitave dhe rregullave të haxhit. Po ashtu gjatë qëndrimit në ato vende, në Mekë dhe në Medinë, haxhilerët duhet të jenë të kujdesshëm, duhet të ruajnë gjuhën e tyre, në çdo kohë dhe në çdo vend, në përgjithësi duhet me ruajt gjuhën, sepse është një pjesë e trupit që mkaton, që bën gjëna shumë, po sidomos në ato vende, sepse edhe Allahu xhalla shanuhu kur e përmend haxhin, edhe thot ata që shkojnë në haxh, ata që i përgjigjen ftesës së Allahut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haxh. Nuk ka me bë rafath. Rafath do me thonë mos me bë fjalë të cilat janë rreth aktit intim. Me bisedu rreth aktit intim, se ka njerëz që mërziten atje, janë pa bashkëshortet e tyre. E tash në mungesë të bashkëshortët ndoshta flasin rreth aktit intim, fjalë të cilat nuk përkojnë me kohën edhe vendin ku gjenden ata. E kush e bën haxhin, Allahu po thot nuk bën me bë rrefeth, nuk bën me fol rreth këtyne xhanave. Wala fusuq, fusuq janë gjunahet, gabimet. Nuk bën me bë gjunahe, gabimet gjatë qëndrimit atje. Wala jidala fil haxh, edhe nuk bën me polemizu atje. Nuk bën me shtyn njëri me tjetrin atje. Se kemi shku për një punë më të madhe se sa të mirëmi me njëri tjetrin. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se haxhi është udhtim shpirtëror, jo vetëm fizik, po duhet me të kënaq, jo vetëm trupi, po edhe shpirti me u kënaq kur qëndron ato vende, se e kujton jetën e të parëve tonë, e kujton qëndrimin e Ibrahimit, apo Ismailit, apo pejgamberëve të tjerë, apo qëndrimin e pejgamberit tonë në ato vende. Andaj pra, është vendi më i mirë për të qëndruar në te Qabja, dhe duhet me shfrytzu maksimalisht. Dhe kush qëndron atje si duhet, dhe i kryen rregullat si duhet, çfarë ndodh me te? Kthehet në shtëpinë e tij sikur atë ditë kur e ka lind nana e tij pa asnjë gjëna, pa asnjë mkat. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Men hajja lillah, falam yarfuth wa lam yafsuq, raja ka yawmi waladathu ummuh." Ai i cili e kryen haxhin për Allah, ai që e kryen haxhin për hatër të Zotit, edhe gjatë qëndrimit haxhit nuk fol fjalë rreth punëve intime, edhe nuk bën gjunahe, nuk bën mëkate gjatë qëndrimit në haxh, kthehet në shtëpinë e tij sikur atë ditë kur e ka lind nana e tij. Do të thotë nuk kthehet foshnje, po kthehet pa gjunahe, kthehet pa gabime. Dhe dietarët islam kanë thonë i falen gjunat të vogla edhe të mëdha, nëse e ka kryer haxhin çu dohet. A ka dhurat më të madhe, dhurat më të mirë se me të pastrua Allahu subhanahu wa taala? Pastaj a ka dhurat më të mirë se mas haxhit me të dhonë ty garancioni se je prej xhenetlive, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "El hajjul mabrur laysa lahu al jazaa illa al janna." Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin. E çfarë shpërblimi tjetër dëshirojnë besimtarët përveç parajsës, përveç xhenetit Allahu xhalla shanu? Sigurisht se nuk kanë ndonjë qëllim tjetër përveç kësaj kënaqësie madhore. Allahu na bof neve dhe juve me përjetuar kënaqësinë e haxhit, me përjetuar ato ditë të begata, ditët e para të muajit Dhulhijhe, që janë ditët më të mira të vitit. Ata të cilët kanë qenë, Allahu a pranoft, e ata që po shkojnë inshallah shkojnë mirë, edhe Allahu ja u pranoft ibadetin, e ata që nuk kanë pas mundësi këtë vit, inshallah Allahu viteve tjera u mundson që ta kryejnë haxhin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وافضل الصلاة واتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, mos harroni se haxhilerët përveç që qëndrojnë ato vende, ata e kanë edhe ditën më të mirë të vitit dhe qëndrojnë në vendin më të mirë që don Allahu në atë ditë, ditën e Arafatit, dhe qëndrojnë në rafshnaltën e Arafatit. Dhe për atë ditë, Allahu xhalla shanuhu e ka bërë një paraqitje madhështore para haxhilerëve kur janë në rafshnaltën e Arafatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min yawmin afdalu inda Allahi min yawmi Arafa." Nuk ka ditë më të dashur, nuk ka ditë më të mirë tek Allahu
se sa dita e Arafatit. Yanzilullahu tabaraka wa taala ila samai dunya. A dita Allahu taala zbret mbi qiellin e dunjas. Çfarë bën? Fe yubahi bi ahli al-ardh ahli as-sama. Isfidan banorët e qiellit me banorët e tokës. Isfidan, do të thonë, banorët e qiellit me banorët e tokës. Edhe ju thot Allahu, undhuru ila ibadi, këqyrni robrit e mi, ju thot me laçeve, banorëve të qiellit, këqyrni, shikani robrit e mi, gjauni shu'than ghubran dahin, kanë ardh të plohnosur, kanë ardh të lodhur, flok prishur, ju kanë prish flok, do të thot prej udhtimit, prej mundimit të tyre, kanë ardh në nxehtësinë e madhe të diellit, gjau min kulli fajjin amiq, kanë ardh prej veneve shumë, veneve të largëta, yergjuna rahmeti wa lam yarau adhabi, e kërkojnë rahmetin, mëshirën time, edhe pse nuk e kanë pa dënimin tim. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falam yura yawmun aktharu atiqan min an-nar min yawmi Arafa, dhe nuk ka ditë që Allahu liron njerëzit nga zjarri i xhenemit më shumë se sa që i liron në ditën e Arafatit. Inshallah dhe neve Allahu na liron edhe na fal. Pastaj në hadithin kutsi, për shkak të madhështisë së madhe që ka dita e Arafatit, edhe qëndrimi në atë ditë para Allahut xhaleshanuhu, të gjithë të veshur njëjtë, pa dallim gjuhë, ngjyre dhe vendi apo pozite, Allahu Teala kënaqet me paraqitjen e besimtarve dhe ju thot me laçeve, ushhidukum inni qad ghafartu lahum, dëshmoj para jush, thot Allahu, dhe s'ka nevojë për dëshminë e tij, se fjala e tij është e vërtetë dhe premtimi i tij realizohet, por Allahu e vërteton edhe një herë fjalën e tij, thot me laçeve, dëshmoj para jush se unë i kam fal të gjithë këta haxhiler që janë këtu në Arafat. Fataqulu al malaika, melaqet i thojnë Zotit, e Rabbi, inne fihim fulanen murahhaqa, wa fulanen këdha. O Zoti jon, po në mesin e tyre ka njerëz që janë të mushur, janë të zhytun, janë të shytun gjunahe. Shumë gjunahe kanë. Edhe filani ka këta edhe ato. Allahu xhaleshanuhu thot, qad ghafartu lahum ala kullu ma kana lahum. I kon fal krejt, po krejt çka kanë boja kon fal Allahu, po. Allahu na mundsoft neve dhe ju me qenë prej atyne që Allahu xhaleshanuhu ja fal gjunahet, ja fal gabimet. Andaj lutna Allahun Taala që të na mundson qëndrimin tonë në ato vende të bekuara, në vende të bereqetshme. Dhe zatën nuk ka vend më të mirë që mund njëri ta viziton, edhe në vend më të bereqetshëm që të jep Allahu bereqet, më shumë se sa të shkon në vizitë të shtëpisë së parë që është dërtuar në rruzullin toksor të Qabes. Allahu na ndihmoft dhe na udhëzoft, edhe punët e mira duke futur edhe haxhin Allahu na i pranoft, edhe të gjithëve në vende të mira, në vende të bekatshme, në vende të bereqetshme Allahu na bashkoft, dhe nga njerëzit, nga vendet dhe ideologjitë shkatruese Allahu na mbroft dhe prej tyre na largoft. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.